përfaqësuesi kundër kishte paralajmëruar opozita sot, do të jetë sërish në protestë për të disatën, në fakt në një hark të shkurtër kohor, teksa ka një njoftim edhe nga ana e policisë së Tiranës, ku ndryshe nga herët e kaluarat, citohet aty thuhet që nuk ka marrë përsipër organizimin ose mbarvajtjen e këtij tubimi të sotëm nga ana e Partisë Demokratike dhe opozitës në tërësi, por megjithatë ka një plan masash konkret nga ana e autoriteteve policore. Po e përcjellim të plot për ta bërë edhe më të kuptueshme përfaqësues të subjektit politik Partia Demokratike e Shqipërisë. Ka njoftuar policinë e Tiranës për zhvillimin e një tubimi sot në orën 18 përpara kryeministrisë, bazuar në analizën e riskut dhe duke marrë parasysh faktin që në protestën e kaluar ka pasur shtetas të maskuar, të cilët kanë hedhur bomba molotov dhe lëndë piroteknike duke dëmtuar punonjës policie, si dhe nga informacionet e marra se mund të ketë veprime të dhunshme në protestën e sotme, policia e Tiranës i ka kthyer përgjigje subjektit politik se nuk e merr përsipër zhvillimin e këtij tubimi, thuhet në reagimin e policisë së Tiranës. Pavarësisht kësaj, policia ka ndërmarrë të gjitha masat në bazë të ligjit për tubimet me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë në rast se do të zhvillohet pikërisht tubimi. Në zbatim të këtyre masave, ditën e sotme do të kufizohet lëvizja në disa akse segmente rrugore, konkretisht nga ora 15 e datës 20/2/2026 deri në përfundim të tubimit do të ketë bllokim të lëvizjes automjeteve si më poshtë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri në sheshin Nën Tereza, si dhe rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali 2 dhe Ismail Qemali. Në varësi të zhvillimit të tubis, thot Policia e Tiranës, mund të ketë kufizime të qarkullimit të automjeteve dhe në akse të tjera rrugore. Në rast bllokimi për të ndihmuar qytetarët që do të qarkullojnë në këto akse, Policia e Tiranës ka marrë masa për të devijuar qarkullimin e automjeteve në rrugë të tjera alternative. Policia e kryeqytetit apelon për qytetarët që të shmangin lëvizjen me makina në akset rrugore që do të bllokohen dhe të përdorin në rrugë alternative, si dhe të distancohen e të denoncojnë në rast se ndeshen me veprime të dhunshme apo me çdo palishmëri tjetër. Është ky njoftimi për mediat i policisë së Tiranës lidhur me protestën e Partisë Demokratike sot në orën 18 përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku të gjithë e kemi të freskët atë ngjarje të pak ditëve më parë, ku pati të lënduar si nga forcat e policisë, ashtu edhe nga përfaqësuesit protestues.